Përpara strukturave dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike u bë prezantimi i kandidatës për deputete të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore Senada Mehmeti. Inxhinierja e parë e aviacionit në Shqipëri, një herazi pedagoge në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Aviacionit, ftoi shkodranët të votojnë numri 1 si alternativa vetme e zhvillimit dhe që nxjerr vendin nga skamja. Janë këto të rinj, të cilët nuk kanë më shpresë, ju ka ikë shpresa. Prandaj është detyra jonë e të tanëve që ne me fillu këtë betejë që me rikthy shpresën rinis dhe rinin me e marrë këtu. Partia Demokratike ka bërë një plan shumë të detajuar, duke fillu që te fëmijët, duke vazhdu tek profesionistat e duke vazhdu tek pensionistat, sepse çdo gjë përfshihet nën çatin familjare. Partia Demokratike ka një program të cilët po ta shkruani me lapse me letër, t'i bani 2 llogaritje shumë të thjeshta, janë vetëm me plus, ju delni fitues. Kërkoj me shumë vendosshmëri votën tuaj. Ju lutem na mbështesni që këtë betejë që e kena fillu të dalim fitues dhe ta shporrim këtë qeveri. 2 projekte të rëndësishme për Shkodrën do të jenë në fokus të Partisë Demokratike me marrjen e pushtetit, tha Mehmeti, duke u fokusuar tek ndikimi turistik dhe ekonomik që ato kanë. I kam propozuar një burri që janë e gjoni shumë fjalen dhe që i keni premtu që të ta kthejni në pushtet, që është profesor doktor Sali Berisha. I kam thënë doktor, ne kena një fushë shumë të bukur aviacionit në Shkodër, do ta bëjmë aeroport atë. Projekti i aeroportit nuk është një projekt që mund të bëhet me radicë, ta ne kuptojmë. Është një projekt që pikë pari e kthen vëmendjen dhe drejton vëmendjen nga kryeqendra e veriut që është Shkodra. Me ndërtimin e këtij aeroporti i hap vend zhvillimit kolosal që do marrin qyteti i Shkodrës si metropoli i veriut. Thepi gjatë kohës së dimrit është totalisht i mbuluar me borë, prandaj shpresojmë shumë që pas ndërtimit të aeroportit të ndërtojmë edhe një impjant skish në Theth. Me premtimin se fal mbështetjes së qytetarëve në 11 maj, Shkodra do të kthehet në kryeqendrën e zhvillimit ekonomik. Kandidatja Mehmeti i ftoi të gjithë të votojnë Aleancën për Shqipërinë Madhështore.